Unë jam Erhan Ballxhi. Unë Hamit Çalışkan. Jam Yasin Şentürk. Kemi qëllimin me rujt traditën, kulturin. Jam lindur Istanbul, edhe ka rritur Istanbul. Familja jam kanë ardhur nga Maqedonia, nga qyteti Shkupi, edhe fshatin Aldinsa. Vitin e 1965, breza, do me thonë, kanë ardhur nga Kuksi, që ashtë e di une. Edhe shpi nonë edhe baba flasin shqip, të bonë se pepo edhe i bonë e marak edhe gramatikin me mësu pak. Shkova një vjetë Kurç, e mësova me knu, e mësova me shkru. Kur e mësova gjuhën edhe u mësova histori e shqiptarisë. Kena merak traditën, vazhdojmë këtu me shokët e mi. Kur janë njësa sefte zërin e qiftelis, edhe dritur zemra atëre. Atëre kuptove pak ku është vërtet dhe u jeton këtu, i thonë Turqi, ama edhe ka një fjalë më mëdheu, i thotë. 1965 janë shpërgullën nga Shkopi, ka shatrat e Shkopit, edhe kanë ardhur në Turqi. Na to jemi lindur dhe jemi rritur, po shtë na për familje shtëpi kemi folën shqip. Antarët e grupit janë me preardhje nga Maqedonia e Veriut, Shkopit, është një pjesë thirret Karshjak, shatrat e Shkopit. Prej atje kemi marrën emrin grupit vëllazerit Karshjaka, grupi Karshjaka. Edhe po punojmë këngë folklorike, që ashtu këngë rapsodike, këngët vjetra. Familja jeme kanë ardhur pi Makedonia i Kumanovës vitin 1977. Familja e nanës tem kanë ardhur më herët. Jam mrena folklorit që nga viti 2010. Nësi grup kemi qëllimin me rujt traditën, kulturin. Prej femërisë na kanë rrit nanat tona si shqiptar. Muzikin edhe folklorin e kemi si hobi. Nësi asni edukim nuk e kemi marrë rreth muzikit. Shka dimna jemi mësu vetë. Ne moshën e 17 isha kur jam nis me kulturë, me valle, me muzikën.